Po, Blendi, pas ankimit të bërë nga ana e kryebashkiakut Erion Veliaj për masën e sigurimit arrest në Burg, pra i kërkojnë në gjykatën e apelit ndryshimin e saj duke ofruar edhe garancinë pasurore. Prokuroria e posaçme ju përgjigj me një kundër ankim në gjykatën e apelit, aty ku ditën e martë në përfundim të fjalës së tyre, pra ata folën të fundit duke qenë se në lëvizje gjykatën e apelit e kishte vënë pala, pra Erion Veliaj dhe të hetuarit e tjerë. Dy prokurorët e posaçëm e dorëzuan gjyqtarit të posaçëm të apelit Engert Plumbi disa transkripte përgjimesh, të cilat ata i kishin përftuar që nga momenti që kryebashkiaku Erion Veliaj ishte vendosur në paraburgimin e Durrësit. Pra ata e kanë përgjuar Erion Veliaj në paraburgimin e Durrësit, po ishte përgjim me apo pa leje të gjykatës? Ishte përgjim i cili është kërkuar një vendim gjyqësor më herët nga ana e prokurorisë, i miratuar dhe më pas nuk konfirmohet ende se për sa ditë ka vijuar ky përgjim, megjithatë është një numër i konsiderueshëm bisedash të cilat prokuroria sy, do më thënë në vizitat që ka pasur, telefonatat, çfarë i ka përgjuar? Janë biseda telefonike, të cilat kryebashkiaku Erion Veliaj i ka pasur me vëllain e tij, por edhe me bashkëshorten Ajola Xota. Nga telefoni Burgut? Po, nga kapina e Burgut. Ne duhet kujtojmë që dhe personat të tjerë të cilët janë në të njëjtën dosje si kryebashkiaku duke përfshirë edhe... Kjo duket shumë naive që Veliaj të fliste nga telefoni Burgut që e di kushdo që përgjohet dhe t'jepte direktiva për mbrojtjen e tij, e para njerë ata që akuzojnë marrin vesh gjithë strategjinë e tij të mbrojtjes. Mbase Blendi se prokurorit deri më sot në Shqipëri nuk kanë qenë kaq proaktive sa po duket të jetë edhe prokuroria e posaçme, pra të shkojë ajo drejt kërkimit të provës dhe jo të presë dhe të bazohet vetëm në dokumentet të cilat janë të përgjuar. Dihet gjë? Deri më tani burimet kanë konfirmuar që këto biseda dhe për këtë arsye janë dorëzuar edhe nga ana e prokurorisë së posaçme në gjykatën e apelit për treguar se tentativat e mëhershme të konfirmuara edhe me një mesazh telefonik që kryebashkiaku Erion Veliaj i kishte dërguar gjatë kontrolleve dhe gjatë marrjes të pyetje në muajin dhjetor një hetuesi të BK-s, në vazhdon e kësaj, dy prokurorët pretenduan përballë gjyqtarit Engert Plumbi që masa e sigurisë nuk duhet të ndryshohet, pasi kjo sjellje e cila është konstatuar gjatë hetimeve vijon të jetë e njëjtë nga ana e kryebashkiakut, janë konstatuar nga përgjimet çfarë kishin përftuar ata? Janë konstatuar biseda të cilat kryebashkiaku Erion Veliaj orientonte apo bisedonte me njerëzit e tij në lidhje me intervistat në televizione të cilat do të kryheshin, apo edhe strategjinë e tyre publike për të mbrojtur përballë këtyre hetimeve të prokurorisë së posaçme që ishin duke bëj krim njeriu se ndërton një strategji për të mbrojtur? Nuk fjalë për shkelje ligji, ka kërkuar shkelje ligji apo ka kërkuar... Nuk konsiderohet krim nga ana e prokurorisë. Unë e sqarova që prokuroria i dorëzoi këto për të treguar atë që ajo pretendon, pra personalitetin dhe dëshirën e kryebashkiakut për të paraqitur ndryshe rrethana të cilat prokuroria është duke i hetuar. Pra, nuk lidhet me faktin e vijimit të një krimi, por më shumë për të treguar se masa e sigurimit duhet vijojë në të njëjtën... Si ka reaguar vetë Veliaj në seancë? Kryebashkiaku Erion Veliaj reagoi vetëm ditën e mërkurë, të martën kur ishte edhe seanca e parë zhvilluar, nuk ka folur, kanë qenë avokatët e tij të cilët kanë mbajtur një qendrim duke lexuar ankimin dhe konsideruar si të tepërt dhe jo proporcionale masën e sigurimit arrest në Burg. Ditën e mërkurë kryebashkiaku Erion Veliaj nuk i konsideroi si prova ato çka prokuroria kishte dorëzuar, pasi ai pretendoi se në fakt unë kam komunikuar me familjarët e mi, edhe gjatë ditës së sot në një postim në Facebook i konsideronte si shfryrje të inatit në një moment kur ai ndodhet në një masë sigurimi arrest në Burg për disa akuza të cilat i ka mohuar t'i ketë kryer, siç është korrupsioni apo dhe përfshirja në pastrimin e parave. Nuk e di nëse në një nga të ftuarit ka ndonjë koment koka, ke ndonjë informacion ekstra? Shiko, informacioni ekstra është që në pamjet parë mund duket sikur kjo në fakt është thjesht një përgatitje strategjie, por në një interpretimin që ka bërë Spaku, mënyra si ka reaguar Erion Veliaj dhe mënyra si ka reaguar Erion Veliaj është konsideruar si vazhda e asaj që është arsye pse Erion Veliaj është brenda, që është shantazhi ndaj institucioneve të drejtësisë në raport në çështjen që ai ka. Pra nuk është vetëm çështje ndaj shantazhit nga Burgu. Shantazhi është duke ndërsyer mediat që ai paguan me qeveria që të sulmojnë personalisht ose ndërtojnë narrativën duke përdorur mediat për të vijuar atë betejën që ka bërë në raport me gjyqtarët dhe me prokurorët. Shikojnë çka ka ndodhur sot. E patë reagimin e sotëm, kushdo që ka pasur mundësinë ta shikojë, s'kishte më nga këto sulme kundër prokurorëve. Sepse e kuptoi fare mirë dhe ata që e mbrojnë ligjërisht e kanë këshilluar që duhet japi fund kësaj farse të sulmit dhe të shantazhit, i cili është një nga arsyet kryesore pse sot Erion Veliaj
është brenda. Dhe fakti që ajo lloj komunikimi dhe ai lloj operacioni që ne dim shumë pak, por që fakti që është marrë në konsiderat edhe nga gjyqtari Pollumbi tregon që është trajtuar si tillë, tregon që zoti Veliaj ka vënë në mekanizëm gjatë gjithë kësaj kohe, edhe pse ishte brenda në burg, një mekanizëm shantazhi ndaj institucioneve drejtësisë. Ky ka qenë argumenti që ka përdorur. Ky është argumenti që e futi herën e parë në burg, sepse vetë dosja tregonte se si ky zotëria i dërgonte mesazhe kërcënuese qoftë OPG-s, qoftë edhe prokurorit, e vazhdoi këtë narrativ me idenë që do t'ja shikonte hajrin edhe gjatë gjithë kohës që ishte në burg, dhe më pas përgjimet treguan që kjo gjë jo vetëm që është kërkuar, por me shumë gjaste edhe është paguar. Dhe këtu pastaj kemi edhe rëndim të njëjtit faj dhe recidivizëm në raport me drejtësinë. Veliaj mbetet në burg deri në dërgimin e çështjes në gjykatën e lartë apo jo? Mbetet në arrest në burg deri në bërjen e një rekursi, por kjo do të shihet nëse gjykata e lartë do të marrë një vendim ndryshe nga i gjykatës së apelit. Gjithsesi gjykata e lartë do kërkojë disa muaj, kam përshtypjen. Do të kërkojë disa muaj, ka afat 45 ditë për ta bërë rekursin, kryebashkiaku Erion Veliaj, dhe më pas do të caktohet një seancë nga gjykata e lartë, kështu që besoj ndoshta do duhet të paktën 2 muaj deri në një vendimarrje të gjykatës së lartë në lidhje me këtë. Çështjen e shantazhimit të prokurorëve, nëse do ta merrnim kështu i bie që Trump Jack Smithit ne ka shpartalluar në media, nuk e ka thjesht denigruar. Jo, ka dal Trumpi vet. Patjetër, po në momentin që ti s'ke zë se je nga burgu, Trumpi nuk është në burg. Jo, patjetër. E pra, dikush duhet, domethënë kjo nuk është një gjë as e ka shpikur Veliaj edhe as po ndodh për të parë në Shqipëri. Edhe përgjimet brenda në burg nuk janë një gjë që ka ndodhur vetëm Veliaj. Strategji, unë nuk e di çfarë kanë se ne nuk i kemi parë. Nëse bëhet fjalë për strategji mbrojtje, nuk ka asnjë argument kundër ti se ai do bëj. Nëse bëhet fjalë për shantazh, ndryshon gjëja, por ne nuk e dim se nuk kemi dokumentat në dorë. Kemi vetëm raportimet e deri tani. Po të marrim çështjen e shantazhit e bie që Trump atëherë paska lut mendsh dhe paska bërë të pabërën në Amerikë. Pra, kjo nuk është një gjë që nuk ndodh. Nga ana tjetër, edhe çështja e përgjimeve në burg nuk është një gjë që nuk ka ndodhur më parë. Ama edhe Trumpin nuk e morën në rrugë ta zbrisin nga makina si ish presidentin e Shqipërisë. Kështu që ka një standard tjetër drejtësia dhe flasim për një... Ka dhe i standard tjetër, standardi policisë nuk është i drejtësisë. Trumpi nuk e thot kujdese çfarë duke bërë se mund të kesh pasoja. Ai ka thënë Jack Smith ti zotëria duke bërë një betejë politike kundër meje si president. Jo instrumentalizuar politikisht. Dhe ka një diferencë mes dekadës politike dhe shantazhit drejt për drejt edhe me kërcënime fizike po doni. Ende nuk e dim, Këtë ende nuk e dim. Do duhet të tepër të flasim edhe që kemi parë në raport me Trumpin. Po, Redi, fakti që gjyqtari Pollumbi e ka parë të arsyeshme që këto prova përbëjnë rrezik etj kështu, do të thotë që vërtet ka diçka. Unë nuk do dyshoja në integritetin e zotit Pollumbi për shkak se ka dhënë shembuj që është zbatues shumë i mirë ligjit. Shiko, deri tani ne po ecim me hipotezat që kanë rrjedhur. Ne s'kemi parë faktet akoma. Derisa s'kemi parë këtë po themin. Qofse pastaj aty po unë po nis me presupozonin logjik që përderisa ky gjykat ka dhënë shembuj që është shumë rigoroz ndaj ligjit dhe nuk has presionin dhe ka marrë këtë vendim, do të thotë që ai di diçka ose dosa ka diçka. Kjo është. Nëse kjo mbetet shihet, besoj ke ndryrë apo? Normalisht unë kuptoj, çështjet e masave të sigurisë janë gjyqje të mbyllura. Por siç ka dalë materiali i prokurorisë dhe ka nxjerrë në qarkullim dhe e kemi lexuar, do ishte me interes publik të kishim edhe materialin e mbrojtjes. Po, do dalë vendimi i gjyqit. Kështu duhet ta shohim se s'ka dalë akoma. Do kohë. Në mungesë të dhënave, kush merr përsipër që të mbaj një qendrim do ta mbaj vetëm i bazën e prishmërive të veta. Unë i besoj gjyqtarit, tjetri beson Spaku. Jo, pa parë materialin nuk mbajmë dot, prandaj u mundova, po dhe Bleona thotë që nuk ka më shumë informacion. Por çfarë dim? Dim këtë gjë që Erion Veliaj i është dashur të bëjë një mbrojtje me shumë kufizime, sepse kryeministri dhe lideri i partisë së vet i ka thënë mos më shaj sistemin. Dhe është detyruar të merret vetëm individualisht me 2 prokurorët, me shpresën se mund të krijojë një të çarë aty. Me njërin. Me njërin për tyre. Me njërin, jo, prokurorin dhe gjykatës. Gjithsesi gënjeshtari thoshte ai tjetër. Prokurorin dhe gjykatën, okay. Dhe ky ishte një mision i pamundur i tij, sepse problemi aty nuk i vjen nga dy individ, se s'ka mundësi që 2 individ të sillen në mënyrë kaq të çuditshme brenda një sistemi korrekt. Dhe i mbyste sistemi ata. Ndaj Erion Veliaj është dashur të mbrohet në mënyrë më të keqe të mundme sepse ka qenë i detyruar.
kryeministri. Strategjia e kur ai mbrojtjes mlodhi është strategji tokën, që e zgjedh vetë Velia dhe avokatët e tij. Unë isha kurioz për përgjimet për ditur çfarë ka ngritur prokuroria që e konsideron shantazh. Pjesa tjetër e strategjisë mbrojtjes se kemi pra prandaj dalësh dhe ti shash gjykatës. Ke informacion për dorë. Dalësh dhe ti shash gjykatësit nuk është të kërcënim. Të dalësh dhe ti thua që ju po bëni si ushtarët e Berishës, apo si sigurime tjetër, nuk janë kërcënime këto. Po të paguash para. Duhet ketë element të besueshëm, duhet ketë element të besueshëm. Prandaj pra po pyeta çfarë kanë përgjime. Po s'ka pra. Sa deri flasim të për këtë pyeta. Ka nevojë përgjimet, ne duhet të shikojmë gjëra të cilat i di siç është për shkak se morëm më shumë kohë sa duhet pjesës tisë. Është opinion pastaj. Ti e beson gjykatën ose besoj? Ne provat se si ka vepruar Erion Velia, i kemi të ato. A nuk ju bë gjyqi me deri ke dëshmia e dëftesës prokurorit Olsi Dado? A nuk ju bë, nuk përmendën gra, lidhje, raporte të tjera të intime. A nuk dolën të ato tek media që ne të qartë as i dim që veprojnë si mediat e Erion Velie? A nuk janë këto shantazhe? Me gjithë vendimarrësit në këto, Blendo, gjithë vendimarrësit në këto vend janë kërcënuar nga këto lloj deri tek deftesa e shkollës, deri se kush e ka çuar tek sistemi i drejtësisë, por ç'a bëjnë këta? Pse u kujtu krejt papritur këto media dhe qartazit e afiluar me zonë Velie të merren pikërisht me operacionin? Sepse kishin pëlqim për zonë Velie, ose kishin pagesë. Po njëjta që ndodhi edhe në gjykatën. Qofse kjo ka ndodhur për shkak të pagesës, tu pastaj jemi në kushtet e shantazhit të paguar. Edhe kam përshtypjen Po, Nela thotë njëjta gjë ndodhi edhe ndaj gjykatës së Berishës. Njëjta gjë ndodhi, dhe ndaj gjykatës së Berishës. Është absolutisht e njëjti format që ndodhi. Por nga ana tjetër duhet të kuptojmë që këta njerëzit janë në burg. Ka ndodhur. Dhe kur je në burg, sigurisht që strategjia pastaj është tjetër që ne dhe mund ta diskutojmë sa të duash. Do merrem me Veliena për kalojmë te faktet që kanë dalë në rastin e gjyqtarëve të Sali Berisht, kanë qenë fakte që kanë të bëjnë me mënyrën se si ajo e ka raportin me ligjin. Pra me konflikt interesi që kishte qoftë me ligjin, qoftë me kundërshtarin ose me personazhin që kishte në tij. Sepse ishte në konflikt interesi. Konflikt interesi me mua. Cilin konflikt interesi? Individi është duke thënë që e ka konflikt interesi me mua. Që e para punës, konflikt interesi. Konflikt interesi është edhe aty është diskutim sa ai thotë që unë nuk janë kërcënime, dhe unë jap leje ndërtimi kujt i dua unë. Që edhe kjo është një tjetër çështje, tregon se ç'a mentaliteti ka ai si zyrtar dhe kryetari i bashkisë. Po kjo është tjetër. Por ama ato çmenduri që shikonin neve që nxjerrin deftesën, lejen e lindjes, vendin e gjëra të tjera, përgjime dhe petinime, të gjitha në media, dhe media të qartazit e Erion Veliet, sigurisht që dhe kur dele dhe përgjimi që është dhënë dhe lek për këta, tu pastaj kalojmë ke pjesa shantazhit.